Megjithatë, duhet të them dy llafte. Në qoftë se neve po luftojmë njëri tjetrin sot, pavarësisht ngjyrave, ne humbasim energjinë e rinisë tonë. Bravo! Ashtë të bashkojmë kokat të mençurit e kombit. Bravo! Dhe ta dini se Europa s'na ka dashur. Edhe tani që po bëhet me ne, ka interesat e saj. Bravo! Ta kryqëzojmë këta në të mirë në kombit tonë. O të na bashkoj tokat, o ne do bëjmë si të mira për ne. Këtë duhet ta shfrytëzojmë. Në tërmet kur bie shkatlon shëngjara. Ky është tërmeti për politikën shqiptare. Bravo! E kuptoni apo jo? Tërmeti për Shqipërinë, për politikën shqiptare. Kur shikon Sani Belisën që shan edhin, ata shajnë ditën e puthen natën. Edhe Amerika është me ne. Kam shoqe amerikane që thonë ju e një frymëzim për neve. Ne jemi 300.000 veta këtu. Ne duhet jemi një. Duhet ketë një sqarim. Ne nuk jemi kundër Amerikës. Bravo! As kusheri. Bravo! As Ivanka nuk përbëjnë Amerikën. Bravo! Dhe as biznesmen. Biznesmeni shikon interesin e tij. Kuptojeni këtë gjë. Bravo! Amerika është me ne. Amerika është me ne. Amerika është me ne! Amerika është me ne! Amerika është me ne! Amerika është me ne!